Në prag të festës së Kurban Bayramit, shoqata humanitare Bereqeti ka pranuar edhe kontingjentin e dytë me produkte të ndryshme shtëpiake, të cilat do të dhurohen familjeve në nevojë. Produkte shtëpiake, artikuj të shumtë për kuzhinë, rroba, mbathje dhe shumë produkte të tjera esenciale do të shpërndahen për familjet në nevojë në prag të kësaj feste. Përgjithësi Bereqeti Xheladin Fazliu e konsideroi shumë të rëndësishme dhe të nevojshme dhurimin e produkteve të tilla për familjet e vlerësuara si raste sociale në vendin tonë. Kjo dhuratë që po na vije nga Deniz Feneri është në prag të festës së madhe të Kurban Bayramit, që ne këtu të mirat që i marrim nga kjo dhuratë që po e marrim nga Deniz Feneri, me koordinatorët tonë do ta shpërndajmë të familjet nevojtare të rastet sociale në prag të festës së Kurban Bayramit. Në këto ditë feste, tha se këto dhurata janë shumë të rëndësishme për këto familje. Kjo është dhurata e radhës që na vije, pra 2 maune, me veshmbathje, me gjëra shtëpiake, pastaj edhe me tepi dhe me gjona të cilat janë shumë të nevojshme për një familje. Shoqata humanitare Bereqeti në vazhdimsi, përmes aksioneve të ndryshme u qëndron pranë jetimëve, familjeve në nevojë dhe kategorive të ndjeshme të shoqërisë që kanë nevojë për mbështetje. Ky donacion vjen si vazhdim i bashkëpunimit humanitar ndërmjet shoqatës Bereqeti dhe organizatës Deniz Feneri nga Turqia, me synim për të mbështetur kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë në Kosovë, veçanërisht në këto ditë feste.